Avokati i popullit Igli Totozani tërheq vëmendjen e qeverisë shqiptare për mos rinovimin e strategjisë për emigrantët. Në studion e lajmeve të Ora News, Totozani tha se institucioni i Avokatit të Popullit do të prezantojë së shpejti një raport të plot për situatën e flukseve migratore dhe mbrojtjen e diasporave të krijuara në vendet e tjera. Me këtë raport ne do të arrijmë të tregojmë që trajtimi që ne kemi bërë kësaj krize, qoftë për shqiptarët që largojnë, qoftë për të mbrojtur diasporat shqiptare atje, me shumë problematika që ata kanë, sigurimet shoqërore, njohja e sigurimeve shoqërore, njohja e pensioneve dhe një numër problematikash tjera, plus dhe problemet që sjell fluksi i ri migracionit, nuk kanë qenë trajtuar si duhet. Institucioni i Avokatit të Popullit ha sende vështirësi bashkëpunimi me pjesë të administratës dhe këtë Totozani e lidh me mungesën e kulturës demokratike dhe asaj të drejtave të njerëzit. Kemi vështirësi me aprovimin e rekomandimeve tona. Një problem tjetër i madh është pengesa që na vjen her pas here në investigimet që ne bëjnë, në hetimet e çështjeve të caktuara. Ombudsmani shqiptar ka këto vështirësi për shkak të mungesës në tërësi, jo kudo në administratë, por në tërësi të një kulture të drejtave të njerëzit, për fat të keq konsiderohen ende fakultative në Shqipëri, pra edhe mund të shkel, dhe mungesa e një kulture demokratike. Kjo e fundit është për mua është baza mbi të cilat mund të shpjegosh shumë dukuri. Në datat 7 dhe 8 shtator, Tirana do të shndrohet në kryeqytetin e të drejtave të njerëzit, duke bërë bashkë përfaqësues të 4 organizatave përfaqësuese ndërkombëtare të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Totozani paralajmëroi se aty do të nënshkruhet një memorandum historik bashkëpunimi dhe do të dilet në një qendrim të përbashkët që do të njihet si Deklarata e Tiranës.